Por nga ana tjetër duhet të themi që deputetët të cilët janë me probleme, mund të kenë probleme me drejtsinë apo kanë ende çështje të hapura, kryeministri i ka përfshirë në listat e hapura dhe mund të jetë një lloj mekanizmi për t'i larguar pasi do jetë vështirë për të dalë të gjithë në lista. Por ajo se çfarë do të ndodhë është që ashtu siç e tha dhe ju, pasi të lënë mandatin e deputetit, do të dinë të bënë edhe profesionet e tjera, siç është avokat, apo pedagog, apo do merren në biznese private, ndryshe nga, për shembull, kryetari i bashkisë Tepelenës së Tërmet Beqit, i cili ka deklaruar që nuk di të bëjë profesion tjetër përveç se të jetë politikan dhe do vi në parlament. Por më juftoj që të ndiqni edhe disa nga reagimet e tyre, vetëm pak orë pasi kanë mësuar nëse që nuk do të jenë më apo nëse do të jenë në listat e hapura për të luftuar me kolegët e tyre socialistë. Zonja Koderi, në lista hapur, do sfidosh veten për garën e 11 majit? Kam sfiduar dhe herë tjetër. Kështu e kam jetën me sfida. Nuk jeni trem nga lista e hapur? Kam refuzuar të jem listë të mbyllur. Jeni keqardhje që bot këtë të rreqe nga gara? Unë falenderoj zotin Rama që buri kriteret forte që dhe ai që nuk e mendonte që ta kuptoj që vjen i ditë të Unë ja kam kthyer borxhin Partisë Socialiste. Kam marrë një mandat 2009, 2013, 2017, ja ktheva 2021. As i kam borx, as nuk kam borx. Parasysh që 37 emra që janë të listës hapur, reagojnë për nga 7 apo 8 vende, se nuk do të jetë gare. Po në fund fare edhe se ka një forca politike që ne përfaqësojmë. Jetë vazhduese e reformave që ne definimit për shkuar në Bashkimin Evropian. Pa për te emrat individual i bëjmë primatik. Ka do më në garë. Si është të Partia Socialiste. Pa të mërzi, keqardhi që nuk do jesh më? Jo fare. Po si ka mundësi jo fare? Ti nuk është se je deputet shumë mandatesh. Je një deputet me... S'ka rëndësi, kam bajë pozicione shumë të rëndësishme Partisë Socialiste dhe më ka dhënë shumë shka Partisë Socialiste. Në forma zgjedhore, paraqikoi edhe listë hapur dhe listë mbyllur. Damian Gjighnuri ka 17 vjet në politikë, ku të gjitha fushatat i ka fituar. Kështu që për mua, unë të gjitha gratë i kam bërë sikur kam qenë majoritar, pasi kam qenë drejtues politik me objektiva konkrete, të cilat gjithmonë i kam realizuar. Kështu që për mua rikthimi në Vlorë është një mundësi e mirë, është një qark që unë kam dhënë shumë, kam lidhje shumë të forta dhe kam kënaqësi të kthehem prapë aty ku mund ndërpre jeta politike për shkak të delegimit të funksioneve të mia në Elbasan apo si sekretar përgjithshëm. Çfarë do bëni zoti Gjighnuri nëse nuk do zgjidhen politik, da do mërzitesh që do rinit vetëm zotin Bilik Bashi për reformën zgjedhore? Po mos do ishte më mirë për zotin Bilik Bashi mos isha unë, që do t'i kthej fat mjet. Ka qenë në listë, unë jam deputet. Po ti je, po për 11 maj nuk do garosh. Do kontribuoj për 11 maj. U mërziten do pak? Absolutisht. Në listë hapur. Është sfiduese për ju? Nëse çdo njeri është një kënaqësi që pas përfundimit zgjedhjesh është në votat e qytetarëve. Gjë satisfaksion. Ke në garë Erion Braçen, Pandeli Majkon, Fatmir Xhafaj, emra të rëndësishëm të PS-s. Të respektuara, të nderuara, Listën e kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste. Kemi një agjendë shumë të nqeshur sot, me si pres të shkojmë në parlament, kjo është detyra ime, për të qenë në parlament për 4 vite. Për mua, ose kam problem fare, kjo është puna e 15 vjet që kam bërë në karrierën time profesionale. Nuk e zhgënjur? Fare, asnjëherë. Si ka mundësi që asnjë socialist nuk është zhgënjur nga Edi Rama? Nuk ka lidhje me individ kjo. Unë pas 4 vitesh parlamentin në Shqipërisë largohem ball lart, kret krenar dhe faqeparë. Sot i koku në listë hapur. Mirëmëngjesi toni në listë hapur. I trembur, i mërzitur. Shumë i lumtur dhe i privilegjuar. Po duhet ish listë hapur, t'ishte të lumtur? Garë shumë e fortë, garë shumë e fortë. Është një garë shumë e fortë, po janë shumë i lumtur që më jepet mundësia që përsëri të gjithë qytetarët e Tiranës të mundet që të unë të shërbej aty.